Falëndimin të nësi të kojmë të Allah subhanahu wa ta'ala dhe ati për zhromë që të lavdëroj dhe të begoj dërgumin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të pëzgjedhur. Të ndodhëzër, në çdo qytetrim dhe në çdo lëvizje dhe në çdo kulturë, sa më shumë që përparohet në atë vlerën që e karakterizon atë qytetrim dhe atë kulturë, përparimi shkon duke u theksuar në bazë të dallimeve. Domethënë, kena hes të para me farpun, nuk shikohet te pjesa e përgjithshme, po shikohet tek detajet. Domethënë, një pikturë e mirë këshyret tek detajet, një shtëpi e bukur këshyret tek detajet, një plan urbanistik i mirë këshyret tek, domethënë, detajet. Këtu po duam me ndo me juve një pjesë të hutijës, në fillim të kërkimit dijes, nuk më isha me kuptu pse në gjuhën arabe dhe në terminologjinë islame ka qatë shumë sinonime. Edhe kur mirë shemi mësua ato sinonime të dokshin sikur janë i njëjti kuptim, po ku është ai dallimi që ja ka hip çmimin edhe vlerën njënës fjalë. Domthon ku është dallimi mes el-ilm edhe el-ma'rifa, ku është dallimi mes el-fahm edhe el-fiqh. Për shembull, ilm edhe ma'rifa të dyat janë dije dhe njohje, po edhe fahm edhe fiqh të dyat janë domethën kuptim. A është thjesht me ngarkuar ligjërimin apo ka diçka se çaty hyp vlera dhe çaty hyp domethën kuptimi edhe ajo çmimi. Kështu që kom dëshirë sot me nënvizu pikërisht që këtë. Na dim shumë për gjunat, po na kuptim të thellë s'kena për gjunat. Domethën, ai fiqhu, arabisht fiqh edhe fahm të dyat janë kuptim, po fiqh është ai kuptimi më i thellë. Ose ilm edhe ma'rifa të dyat janë dije. Po çka e dallon, për shembull, hajde po shkruajmë më drejt për drejt. Çka e dallon për shembull një plak para 70 vjetëve që kur s'ka prek në haram, në pasuni haram, s'ka ditë ajete sa ditë ti për haramin. S'ka ditë hadithi sa ditë ti për pasurinë haram. S'ka ditë llafet selefit, as çka ka ditë që ekziston në Ibn Taymija, Ibn Qayyim e kujtun shka. Ai ka pasën fiqh, tiki ilm. Domthon sot kur ideja jetët edhe hadithët, edhe muslimani shkon për lut me pasuni haram, ky ilm ka, po fiqh nuk ka. Ose na e dimi për shembull se me prek pasuninë e huaj është haram i madh. Ama ai ka pas fiqh plaku, ka thonë kjo plas harami edhe mas 20 vjetëve. Ka pas kuptim të thellë. Ndërkaq na kena thjesht ilm që me di që kjo është haram, që kjo s'ban, që kjo s'ka hije, më shumë lehtë e gjejmë veten domethënë tek harami. Për arsye sot nuk kam kohë dhe me të botën i trajtim më të gjon, mjafton trajtesa që e bënë hoxhallar të nderuar, Hoxha Xheladin Leka dhe Hoxha Zeid Bardoshi, po vetëm po duam me spikat si domethënë si shqetësim. A ka mundësi na mu koncentru tash tutje kur ngomi derse për gjunat me mat, ku jena kusina mbi realitetin ton, sa i kina kuptu problemet e mëkateve. Dhe kjo ka të bëjë me shumë çka. Domethënë, raporti i jot me Allahun azza wa jalla, raporti i jot me ibadetin, po në tekst të veçantë, nëse ka mundësi në kuadër të këtij seminari, me kuptu domethënë fikun e mëkatit, çysh mundet me ta rreziku qëndrueshmërinë tonë në fe. Çysh mundet domethënë tul shun gjinohen mas 20 vjetë se një vetën. Tul shun gjinohen ndoshta mas 30 vjetëve, apo sigurisht që e potencoj Hoxha, vllaznit me cilët i njëllzu thotë ja lajet e çato tema. Pse ai mundet me thonë çashtu, edhe pse bakia i bë sebe për udhëzimin tan, sepse pjesë e pasojave të mëkatit ka qenë pikërisht kjo që ja ka lëkund qëndrueshmërinë në fenë Allahu te bareke ve teala. Ktu do të bëjmë një kuptim të parë që na e shton thellësinë e kuptimeve. Me pas këtë kuptimin e thellë të mëkatit. Keni vëmendje vllazni. Me bë ibadet. A është veprim apo mos veprim? Është veprim. Mu përkushtuan vepra, a është lëvizje apo mos lëvizje? Është lëvizje. A është bërje apo mos bërje? Është bërje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur dikush edhe e ka marrë këshill pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur se shohim Muhamedi ibn Tirmidhi ose Albani thotë hadith është Hasan ibn Buhairës, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ittaqil maharim takun a'bada an-nas." Thotë ruaju pi haramit, bëhesh më ibadetxhia në mesin e njerëzve. Mu rujt pi mëkatit është mos lëvizje. Është mos bërje, është mos veprim. Po thot, veç mos shko ka harami, bëhesh më ibadetxhia. Mu bëj ibadetxhi duhet veprim, duhet lëvizje, duhet bërje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sigur na ka dhënë një kuptim. Na ka dhënë një kuptim i cili është për neve domethënë jetë. Kuptimin që si ti shmangësh gjunohet, ki mu bëj ibadetxhi. Se shmangja pi gjunave dofton që ti e ki për një me. Shmanga pi mëkateve tregon një lloj sidku edhe një përmendësie me Allahun te barekutar. Ndaj Sheikhul Islam Ibn Taymija përmend si shpesh atë fjalën si fjalë të selefit që ka thonë a'malul birri yaf'aluha al-barru wal-fajir wa la yaqdiru ala tarki al-ma'asi illa siddiq. Thot punë e mira i bën edhe i mirë edhe i keqi. Gjunohet nuk mundet me i rezistu gjunave veç sa ai që ka për nime. Domethënë, në xhumo vin krejt.
Bile, ndovenet muslimanëve edhe në sabah dalin krejt. Sepse edhe i mirë edhe i keqi do me fitu xhenetin mas pam të me një vepër. Shumë do të me pas për një me e këdor për gjunave. Thot punë të mira i bojnë të mirë edhe të këshit, a punë të këqija i lojnë veç ata që kanë për një me. Për arsye na pse certifikohemi si shpesh vetën herat. Na jena musliman devotshëm inshallah fitojmë xhenet se na mosmi me vepra, nuk mosmi me braktisje të mëkateve. Domethënë, mu namazi sum hik, unë elhamdulillah zakatin e jap, numre shkoj çka shpesh, haxhi më kon, do zakate, do sadaka ai kam, jetu mot me bërje. Ktheje pak pazarin mat edhe me mos bërje. Sa zban gjunave që aty shife ku je. Sa je larg gjunave që aty shife, domethënë në realitetin ku je, dhe është e rëndësishme për arsye se shumica e situatave ku hek dorë prej gjunahit janë të shoqëruara me vepra të zemrës. Domethënë, s'mundet me të ardh pasunia haram, edhe ti se prek vetë se i ki pas frikë Allahut. Kështu që pse je ma ibadetxhia se teksa e largu pi gjunajt, je kon t'i bëj ibadet Allahut me zemrën, duke ju pas frikë Allahut. Ose për shembull, atë që përmeni Hoxha Zejt, teksa domethënë ty të ekspozohen epshet edhe joshjet, edhe ti abstenon edhe nalësh, është shpresa në Allahun, që është ibadeti që Allahu ty ta ka mësuar derën e halalit. Edhe pikërisht kjo ti jetë, domethënë teksa ti nalësh pi haramit, ti je duke adhuruar Allahun nëpërmjet adhurimeve të zemrës. Kështu që kuptimi i parë që na duhet është që motja më e shnosh me pa ku je, matë nëpërmjet braktisjes së mëkateve, jo detyrimisht nëpërmjet veprave. Sepse shpesh dimi me dhon provimin te veprat, po s'dimi me dhon provimin te mëkatet, e kjo i ngjon pavarësisht sikur njeriu i cili e tubon në një kavanoz, për shembull mjaltin, po e le hapun për marr diçka e cila mjafton një pikë dhe e prish. Domethënë, nëse ti me një vend ki të bu 10 kilogram mjalt, që ato janë namazi jote dhe krijote Kurani jote, a prishën edhe me një pikë helm? Prishën edhe me një pikë helm. Qysh po e, domethënë, siguron, domethënë, produktin e dynjos, siguroj domethënë edhe vlerat e tua domethënë të fetarisë. Kuptimi i dytë, që na shton kuptimin e thellë të kësaj që po e themi, është një fjalë Hasan al-Basriu, disa e kanë përmendur si fjalë Abu Sulejman ad-Daranit, Yahya ibn Muadh ar-Razit e kështu me radhë. Pravërsisht mirë po. Thelbi është më shumë të Hasan al-Basriu. Thot: "Hanu alayhi fa'asaw. Walau azzu alayhi la asamahum." Thot njerëzit shlohen gjunojnë se e kanë humb vlerën te Allahu. Të kishin pas vlerë te Allahu, Allah i kishte rujt. Thot njerëzit shlohen gjunojnë se e kanë humb vlerën te Allahu. Të kishin pas vlerë, i kishte rujt. A e kishte rujti? Për shembull, Allahu mos na sprovot askë, për shembull, në familjet tona ose fëmijët tonë ose të afërmit të tonë me hin lëndë narkotike. Çka bëmi na për mi pështu? Pse fëmia aty çmuar edhe ti je në gjendje gjithçka, ndoshta edhe me intervenu me çdo lloj forme me pështu. Si të kishe pas vlerë te Allahu s'të kish lënë mulshu sa shumë gjëno. Kështu që Hasan al-Basriu sikur na lë me kuptu këtë temë që merri gjënon si alarm. Merri gjënon si lajm i keq. Domthonë të ka hini gjënon, s'po del pi shtëpisë, s'po del pi jetës, s'po del prej jetës tonë, kuptohet që këtu të ndodh diçka në raportin tonë me Allahun. Merre si alarm sepse mundut më kon domthoni para lajmërim, domethënë shumë i rrezikshëm. Te shembulli i parë, matu me, domethënë me mëkate. Te e dyta, matu çfarë vlerë ke tek Allahu. Nëse ti smatesh me kët, edhe s'ki vlerë tek Allahu, sa ka gjas me nejt gat në këtu. Sa ka gjas qëndrueshmëria me qenë stabile në fenë Allahu te bareke ve taala. Ndaj Wahibi rahimullahu sikur se shënon Abu Naim në Hilya, thotë që është transmetuar tek librat e mëparshëm, tek popujt e mëparshëm që Musa alayhis salam i pas ka thonë Allahut azza wa jall, "Ya Rabbi, akhbirni an ayati ridak an 'abdik fa awha ilay." O Zot, më mëson vesh me ma kallzu çysh është një shenjë me çaty me mat që ti e razi me robin tan. Se kjo është shumë gajb për neve. Tan jetën me boj ibadet, tan jetën mu përkushtu me fitu xhenetin, po spedimi a jena ka xheneti a çera ka. Thot çysh me mujt me mor vesh që ti e razi me mu. E Allah i pas ka shpall Musës alayhis salam i pas ka thonë: "Idha ra'aytani uhayyu lahu ta'ati wa asrifuhu an ma'siyati fadhaka ayatu ridai an." Thot si ta shifsh që pja ndreqi udhët me shku ka ibadeti, pja msheli udhët e gjunave, dije se unë jam i knaqur me atë. Si t'ja ndreqi, si t'ja baj renët, si t'ja baj disponimin, si t'ja baj dersin, si t'ja baj shoqënien, si t'ja baj familjen, krejt ja qoj në shërbim që ai më koni bindu ndaj meje. Edhe krejt rrethonat e favorshme të gjunajt unë jam sheli, ja blokoj. Këtë njerëzit lehtësisht e bojnë qatë gjuna, ky s'e bën kur qysh.
Thot dini se unë jam i kënaqur me çiket, domethënë rob të Allahut te bareke ve teala. Kuptimi i tretë, thot el Muharib ibn Dithari, inan rajula la yudhnibu dhanba fa yajidu lahu fi qalbihi wahna. Thot njeri ban gjunohe edhe mas gjunohe, edhe thot pas gjunove nis një lloj plagështie në zemër. Domethënë zor me nejt nudhën e Allahut nëse zemra demotivohet. Domethënë nëse sot jemi në atmosferë imanore, edhe ti u kënaq edhe po përmbushet. Nuk mundesh në të njëjtat ndjenja mu kanë dikush që vjen prej gjunohave. Gjunohat do mos ja prekin zemrën. Rrëdhëmisht thot nuk është kumit se shka kjo marr me nguni këshill. Nuk ka kumit se shka me nejt me vllazni. Nuk ka kumit se shka me nejt me tullzum. Pse do të çkat shumë shku në xhami? Çto pyetjet, këto janë pyetjet e plagështisë. Ktu kanë ardhur si rrëdhëm që mëkati e ka prekën, domethënë zemrën. Cili është kuptimi i tretë që na duhet në jetë? Është pikërisht kjo, ruaj pi gjunove, se çat gjendje fetare që ti e ki të ndërtuar mbi motiv që Allah ta ka bëu hedije, mos e prish hedijen. Allah azza wa jall këtë shoqënia jote janë dhënë mas do gjunove, ti e ke në çatër vëmendje. Ndodh edhe ty mund të mendoj e njëjta, sepse ja kthen Allahut të mirën me të keqe, edhe rrëdhëmisht pastaj Allahu ta demotivon zemrën, të vën zemrën i far ligështie, edhe një far plagështie, edhe pastaj kadal domethënë i të hub motivi për sevape, të hub motivi për ibadet, të hub motivi domethënë për shoshni të xhairit, për xhamia, për mekteb, edhe mas mramti mundesh me deviju krejt. Pra si thot me Khuli, raqun nasi quluban aqalluhum dhunuba. Thot njerëzit me zemrat më të buta për me mujt me pranu të vërtetën, janë ata që kanë më pak gjunohe. Edhe na këtë shohmi, për shembull me të njëjtin ders, vjen një vëlla që ndoshta e dëgjon serien pa shënime, edhe ka kuptuar për mrekulli, edhe tjetri ndoshta me shënime ka kuptuar për mrekulli, po ndoshta njëri ka ardhur me një thjeshtësi të kërkimit të diturisë, po kanë shumë i distancuar pi gjunove, edhe ka përfituar fetarinë e tij, jo në informacione, ndoshta më shumë se sa 10 dhe 100, ndoshta me një fjalë që domethënë u kanë ndoshta më periferike në ders, ai ka bënë një punë të madhe që realisht na kishim pas dëshirë ndoshta me vite me motivu vetën me shumë me bë domethënë çat vepër. Pse i ka dhëz atij? I dhëz sepse prania e gjunove u kanë pakët. Ku ka gjunove shumë, domethënë prishje, domethënë fritshmëria. Kuptimi i katërt është një fjalë Bishr el-Hafid, thotë kështu. Thotë men arada an yulaqqana al-hikma fala ya'si Allah. Thotë kush do që Allahu m'ia diktu, po e përkthej fjalë për fjalë shumë. Kush do që Allahu m'ia diktu urtësinë, domethënë Allahu më ti thon llafët ti më çudit çish po më dalin më çto fjalë. Thot kush do që Allahu t'ja diktoj atij urtësinë, në let ruhet pi gjunove. Për arsye, a e keni vënë për shembull verës tash. Njerëzve fra mohabetet kota kanë dhënë para namazit sabahut. Madje ndoshta ndodh fetar tan vitin si ka ikë shembull namazi i yatsis, shkon me një darsme ose ku diun shkon me një hang familjar, gjunat i ndodh mëna vitit i ka ikë ka fal yatsin mos i ka hije vakti i msakut. Pse ka ndodh kjo? Kjo ka ndodh sepse kanë nejt mohabetet kota. Çysh kanë ardhur mohabetet kota? Ktu kanë ardhur si rrëdhimi i gjunave. Ky mohabet për shembull, një fetar i cili i fal 5 vakte, edhe thot pse pja hub fëmijëve to pjesën më të mirë të jetës, çojna për çefe, lej pak, mos i bllloko, kimi ra pishman. Kjo tu fol kot. Pse o tu fol kot? Se ka rënë gjunoje. Na nuk i dimë se ato gjunoje. Po s'mundet njëri devotshëm me fol kështu. E po thot Bishri, si dush me dal llafa tamam. Me thon jo Allah na falt. Me thonën Allah na përmisoft. Kur kon sjena, Allah do të më bëj mirë. Për mu deklaru sakt, do të më konë në distancë për mëkateve. Njerëzit, për kësaj na që përmeni hoxha, na kena probleme me muslimant. Mash problemi më i madh me muslimant, nëse ti e çel një temë, sa do të më konë fetar, sa do të më konë i përkushtuar, sa më nejt vjen Allahu xhel, ti debat ki me fetart, jo me xhahilat. Apo, e tash që debati me fetart, kush është ky fetari? Ky është një fetar që ka ditë do tema të mira sakt, po gjunat e kanë bë, që e ka hub, që ket mirësi, Allahu m'ja kallzua muhabetin e sakt. Allahu m'ja diktu urtësinë që më fol, domethënë në sakt, edhe më thon atë që duhet. Kuptimi i 5, këtë sidomos kisha pas dëshirë sot, sidomos verës me marr shumë si alarm çka citim. Thot el-Hafidh ibn al-Jawzi, kur e merr atë ajetin kuranor inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Thot namazi, Allahu subhanahu thot namazi nal pi punëve të këqija. Namazi nal pi punëve të këqija. Thot ibn al-Jawzi, kupton ajetin edhe në mënyrë reciproke. Domethënë, punët e këqija nalin pi namazit. Punët e këqija. Domethënë, nëse eventualisht i vë re mbrana javës, mbrana muajit, që ka kriza namazi, kjo është domethënë alarm se jeni alçuti kon gjuna. Jeni alçut domethënë atë preket namazin në vakt, atë preket namazin xhamat, atë preket namazin me koncentrim, atë preket namazin sinqeritet. Dikon u prek namazi, ose a mjafton mu prek namazin ndër vëllezër? A mjafton mu prek namazi që nuk e sheh namazin temën më të madhe të jetës?
Për shembull, me nejt me xhahila, më thonën, ndoshta edhe pa namaz ta mundën me pështu ditën e gjykimit. Ndoshta edhe pa namaz. Mund çka që ti ke ardhur me menut, që dikush pështon pa namaz, kjo ka nis namazi me rate vedi edhe të pikpamjet e tua. A ka gjasë me shpëtua, s'ka kjo çështje Allahut. Më po si bot kuptim, si doktrinë, si dogmë, si diçka që duhet më kanë mjellët e ti çish duhet më pa këtë temë. Duhet më pa që ai s'ka namaz për ty përbën shpëtimin të ai gjasa sikur me fol dikur që ti jetu pa oksigjen. Neve sot domethënë a thomi kjo është njëri mirë veç namazi mungon. Ose janë shumë të njerëz mirë ani pse s'kan namaz. E kështu me radhë. Domethënë çdo ditë më shumë të fetar shkon duke u zhvlerësuar koncepti i namazit, e që kjo realisht është domethënë shkaku domethënë i mëkateve dhe shpesh dënohesh me braktisje të namazit shkaku i gjinave. Domethënë nëse ndodh një situatë e përgjithshme në jetë që shpërfillet edhe dobësohet namazi në jetë, ka gjasë domethënë që është duke na hidikon në jetën tonë domethënë gjinoj. Edhe kuptimi i gjashtë me këtë mbylli është ajo që e përmend Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala mimma yu'aqibu bihi an-nasa 'ala adh-dhunub salb al-huda wal-'ilm an-nafi'. Thot një prej formave më të shpeshta qysh i dënon Allahu. Një prej formave më të shpeshta qysh i dënon Allahu fetart që bin gjunohe, ja nal ilmin edhe ja nal përfitimin edhe udhëzimin. Domethënë ti ndoshta e bë sebeb me qel një derë të hajrit edhe të ilmit, ti sot s'vën kurrë aty. Domethënë ka ndodhur diçka. S'mundet domethënë ti kur i ke pas vaki 20 vjet, edhe i ndoshta e ke menuar edhe këtë pasurinë e jetës me dhon për çfarë fare dere, sot këtë dyrt janë ti nuk vjen. Ose përpara ndoshta e ke bë 50 kilometra me shkon në xhami me nguni ders, ti tash e ke në shtëpi sa nuk shkon. Kjo veç privim. Domethënë Allahu Azza wa Jall kur do me dënu robën e nal pe ilmit, edhe nal pe hidajetit edhe prej, domethënë udhëzimit edhe përfitimit, e njeri pa ilm, pa udhëzim, pa namaz, pa hikme, pa çato që përmendëm, s'mundet me nejt gat nudhe. Domethënë ka rrezikun, domethënë shumë, domethënë potencial për me deviju. Për fund, thotë Abu Sulejman ad-Darani, nëse këti harroni çdo mos harroni se është besoj gjaja më e rëndësishme që kisha pas dëshirë me përcjell pikë ligjërate, thotë la ni'ma kal afiyati min adh-dhunub. Nuk ka nimet më të madh se sa më kon në afije, më kon rahati pi gjunove. Allah mos na sprovot, ka njerëz nuk janë rahat pi gjunove. Nuk ka rahat, domthon menja rritan kuon aty, joshja, familja, gjithkush, gjithçka ja prish rahatin veç me ron gjunove. Me të dhënë Allahu Azza wa Jalla rahatin pi gjunove nuk ka diçka më të madhe në këtë dynjë. Ku është rahatia, nuk ka veç mos me ron gjuna. Rahati është as mos me shkumenja, rahati është edhe mos me ngre zemra. Rahati është me pas fik, me pas kuptime të thella që ti edhe mund e verit prej, domethënë gjunave, kështu që mos ta prishmi këtë rahati. Domthon qoftë ato gjunave që i trajtoi Hoxha Xhelatin që janë të prira nga domethënë nga dyshimi, për shembull mos e prish rahatin tonë. Për shembull s'ke nevojë, je shumë rahat që nuk e njeh një autor të kot. Shumë rahat je. Shka po çfarë zori ki më shku me kuptuar që një autori ka do ideja çështu dhe i ka ashtu. Shkon e prish rahatin tonë. Ose je shumë rahat që nuk i ki fjala bie për shembull disa burimeve të fitneve që sot i kanë trit. Mos shko me aty, je rahat, ruje rahatin tonë sepse nuk ka nimet më të madh se më kon rahat prej gjunave. Elus Allahu Azza wa Jall me na dhonën rahati prej mëkateve, falje të mëkateve, edhe mëkatet që i kena bërë me na i falë edhe me na i shndruan në sevape. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.